Pastrimi I Bregdetit në Velipoj ka vijuar edhe sot duke shënuar ditën e 3 radhazit të ndërhyrjes me angazhimin e 65 punonjësve në terren. Aksioni po realizohet përmes një bashkëpunimi të përbashkët institucional mes Bashkisë Shkodër, Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Drejtorisë së Mirëmbajtjes së Objekteve Publike dhe Ndërmarrjes Rajonale të Ujësjellësit. Ndërhyrja synon ruajtjen e pastërtisë dhe përmirësimin e imazhit të Velipojës si një destinacion I rëndësishëm turistik gjatë gjithë vitit. Vazhdon puna, ka 3 ditë që po punojmë për pastrimin e komplet mbetjeve që ka nxjerr deti. Është e dyta ose e treta herë që nxjerr deti. Të sezon dimrit munduna me majt sa më pastër. Ne do jes me plan punët, sot janë të angazhuar gati 65 punëtor me 3 mjete dhe 2 kamiona që po bëjmë pastrimin e rrallës për plazhin. Do vazhdojmë deri si ta pastrojmë komplet vijën bregdetare, do ta mirëmojmë deri në prag sezonit turistik. Apeli për qytetarët edhe për bizneset tash I mbetet me çu te vendi duhun, edhe te koshat e motorinave jo në bregdetit e jo në plazh sepse çdo mbetje që hellet na kthehet prapë mbrapsht. Institucionet u bëjnë thirrje bizneseve dhe qytetarëve që mbetjet të hedhen vetëm në vendin e përcaktuar, duke theksuar se një Velipojë e pastër është përgjithësi e përbashkët.